Mos u dëshpëro. Allahu është falës. Mos u dëshpëro. Allahu është falës. Allah ti e falës, e don faljen falem. Thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar veten tuaj me shumë gabime, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut. Pse vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai fal shumë dhe është mëshirues. Mos u dëshpëro. Ti nuk je vetëm. Edhe sikur të gjithë të kthejnë në shpinën, ti ke Allahun. Ai është i butë, i mëshirshëm. Mos u dëshpëro. Allahu është më i mëshirshëm se edhe nëna jote që të mbajti me mund, të lindi, të ushqeu e të rriti. Nëna bengoset për ty, por Allahu është ai që ja krijoi atë ndjenjë ndaj teje, që ti të ndihesh i dashur, i sigurt dhe fatlum. Mos u dëshpëro. Allahu është falës. Qofshin mëkatet tua edhe sa kodra, ai të fal, po vetëm atij mos i bëj padrejtësi, mos i shoqëro askënd në adhurim. Ai krijoi gjithçka, edhe ty. E si mos të fal kur mëshira atij e ka përcen hidhrimin e tij. Mos u dëshpëro. Thuaj i vetvetes ti nënshtrohet vetëm Allahut, sepse kush e dëgjon dhe respekton urdhrat e tij, ai do të jetë i lumtur gjithnjë dhe jo vetëm në këtë jetë kalimtare. Mos u dëshpëro. Ndihu i sigurt se Allahu është ai që të siguron ty nga çdo e keqe. Askush nuk mund të bëj keq, asnjë grims, edhe sikur të mblidheshin të gjitha krijesat kundra teje. Mos u dëshpëro. Ti je krijesë që u nderove. Allahu nuk e thyen premtimin e vet. Nëse ti me mendimet dhe veprat e tua e përçmove këtë nderim që tu bë, të e ke bërë nga padituria. Prandaj vetë disohu se Allahu për ty njeri është pendim pranues dhe ka përgatitur një jetë pa brenga dhe të lumtur. Mos u dëshpëro. Ti nuk je vetëm. Edhe sikur të gjithë të kthehen në shpinën, ti ke Allahun. Ai është i butë, i mëshirshëm, ai nuk fle e as nuk kotet kurrë. Mos u dëshpëro. Allahu të udhëzon prapë. Ti vetëm kërkoje udhëzimin e tij sinqerisht dhe Allahu të udhëzon, sepse Allahu është aq i mëshirshëm saqë do të turprohej sikur mos ti përgjigjej lutjes tënde. Mos u dëshpëro. Edhe nëse ti je i shtetësuar, i mërzitur, e jeta të duket e pa kuptim, dije se jo gjithçka ndjejmë a shohim është ashtu. Jo, njerëzit që jetojnë në hijen e mëshirës së Allahut nuk ndihen ashtu. Ata janë të rehatuar e plot gëzim. Mos u dëshpëro. Çdo herë që sheh zymtësi dhe ndihesh i pashpresë, drejtoju atij që është i gjallë, atij prej të cilit filloi jeta dhe hapja e krahërorin gjerësisë së qiellit. Merr frymë lehtë, e thuaj: O Allah, më shkërbron nga robërit e tu. Më bën që të jem vetëm robi yt. Jepu dritë udhëzim në syve të mi e ma forco bindjen ndaj teje. Mos u dëshpëro. Pse disa njerëz të shfaqin urrëtie dhe të fyen vetëm pse thua: Zoti im është Allahu dhe un jam musliman. Dije se ata njerëz dëshirojnë aq shumë që ta rrëmbejnë ty qetësinë dhe qëndresën që ti ke në këtë jetë. E sikur ta dinin se çfarë begatish i presin besimtarët e devotshëm në jetën tjetër, do të luftonin me forcë për to. Mbahu se dasht Allahu shpërblime të mëdha të presin. Mos u dëshpëro. Edhe pse sheh mëkatar, mos u lut kundër tyre, por lutu që edhe ata të pendohen e të përmirësohen. Ndoshta janë mëkatar, sepse zemra e tyre është mbushur me errësirë e ti reflektohet dritë në zemrat e tyre. Mos u dëshpëro. Edhe pse vëllezërit e tu në Islam janë të mangët në përgjegjësitë e tyre, mos u akte shpinën, por buzëqeshu edhe shpreh dashurinë ndaj tyre. Le ta kuptojnë se sa shumë i do për hir të Allahut. Mos u dëshpëro. Qëndro afër njerëzve që nuk dinë për rrugën e Allahut, por që dëshirojnë të dinë. Mos të mërzisin fjalët e tyre të paditura. Këshilloj e përmirësoj. Ndoshta prej tyre mund të dalin njerëz edhe më të mirë se sa mund të mendojmë. Mos u dëshpëro. Në pushtetin e Allahut qëndron gjithçka. Jeta, furnizimi, dituria e pasuria. Askush nuk mund të ta rrëmbej kur atë që është e jotja, veçse nëse për ty është me hajër të mos ishte e jotja. Mos u dëshpëro. Allahu veçoi për ty njeri, ditë e net, që ti të ndryshosh e të përmirësohesh. E bëri muajin e agjërimit, Ramazanin, një muaj ku prisit e së keqes prangosen, që ti të kesh kohë të pendohesh, të përmirësohesh edhe t'i kthehesh Zotit tënd, Allahut.
askush nuk e humb shpresën në mëshirën e Zotit e vet, përveç atyre që janë të humbur. E ti, në pas dasht Allahu, nuk je prej të humburve, pra mos e humb shpresën në mëshirën e Zotit tënd. Allahut të plot mëshirshëm. Sa falës që je, o Zoti ynë, sa bamirës që je, o Zoti ynë. O Allah, tek ti pendohemi, prej te e falje kërkojmë, ndriçoje mendjen dhe zemrën tonë me udhëzimin tënd.